Jam te liçeni Zambakve, mbas 4 vjetësh rrugtime, evente, seminare, trajnime dhe shumë konsulenca me persona që kanë kërkuar ndihmën e trajnimit ton, kujdesu për veten. Isha goxha i lodhur dhe kisha nevojë të ndaloja të kujdesesha për veten time. Dhe mënyra më e mirë ishte ajo të kaloja datën 1 qershor atje ku kam kaluar fëmijërinë time dhe sot vija këtu në këtë ambient kaq të qetë, kaq të bukur dhe të filloj të shkruaj se cilat janë frikrat e mia, nevojat e mia, dëshirat e mia, ëndrat e mia, talentet e mia. Dhe sot do kaloj natën këtu me një ambient, me një shtëpi druri që kam gjetur dhe këto 2 ditë do bëj një punë me veten time, të njoh më shumë veten time dhe të bëj një program të paktën për vitin e ardhshëm. Po organizoj edhe disa udhëtime për t'i bërë vetëm me ata që kanë bërë trajnimet tona. Pra, të lirohesh nga një varësi, të lirohesh nga një diçka që po të merr gjërat më të rëndësishme që ke dhe të nisësh një rrugtim për rritjen personale që nuk mbaron asnjëherë, por fillon investon te vetja jote, fillon frekuenton këto ambiente, fillon gjen një shoqëri të re dhe fillon zgjon pak ato talentet e tua, pasionet e tua. Lirohesh nga gjërat që të dëmtojnë. Kjo është puna që unë bëj në radhë parë me veten time, prandaj zgjedh këto ambiente, sepse ambienti ndikon shumë dhe na ndihmon ose na dëmton. Ju uroj gjithë mirat, kujdesuni për veten.